Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot kam sjellur recetën e cila është e ruajtur ndër vite, recetën e vjetër të përgatitjes së baklavës. Do të përgatis baklavë ashtu siç kanë përgatitur gjyshet tona në të kaluarën me fij. Këtu kam 3 lugë gjelle 4 me hi, pra këtë baklavë do ta përgatis me hi. Është recetë shumë e vjetër. Hiri nuk do t'ju bëj asgjë, mos keni frikë, në kaluarën gjyshet kanë përgatit gjithmonë me hi dhe kanë jetuar nga 100 vjet. Tek hini hedhim një gotë me ujë, një gotë e gjysmë dhe e lajm kështu derisa hini të firohet, do me thonë ka dale uji i pastër dhe atë ujin e marrim dhe ja hedhim në brendësi baklavës. Gjithsej do na nevojitet 1 orë kohë që ky hiri të kaloje në fund, do me thonë dhe uji i pastër të ngele sipër. Do me thonë vetëm me ujin e pastër do e përgatisim baklavën. Tash pas 3 orëve, shtu hini ka rënë fund të enës dhe uji ka ngele i pastër dhe me anë të 1 luge me shumë kujdes që mos përzihet hiri, largoj ujin, ndryshe ky ujë njihet në gjuhën popullore si fij. Pra e largojmë finin, e hedhim në gotë, gjithsej na duhet 200 ml për m'ia hedh baklavës. Pra si që shifni është uji i pastërt. Kjo e përbën më të përdredh baklavën. Shkrihet në gojë. Pra kjo është masa që do t'ja hedhim baklavës, do me thënë këtë finin. Kjo është pjesë e panevojshme. Tash marrim një shamit pastër dhe finin përsëri e kalojmë, kështu që të kullohet mirë, mos t'i ngel asgjë, ngelet uji i pastër dhe në fund kemi fituar fij të pastër, siç e shihni. Këtë pjesë ja hedhim baklavës, pra tash është e pastër si roti. Filloj me përgatitjen e baklavës. Këtu në këtë enën e thellë do hedhi 6 vezë, mirë po unë i kam vezë të mëdha, kurse ju nëse nuk i keni në këtë masi, atëherë duhet t'ja hedhni 8. Kjo baklavë, se që e përgatis tash me këto masa, është e përshtatshme për tepsinë me numër 55. Tek vezët hedhi 3 lugë me gjellës me sheqer, e përzi. Në fillim ja hedhi finin, ja pra, se sa i pastër është bë. Pasi e kam përzi mirë, atëherë filloj që t'ja shtoj përbërës i tjerë. 200 ml qumsht, 1 gotë 200 ml sheme kos ose jogurt, varësisht se si e doni ju. Tash i përzim këto 2 përbërësit. Dhe në fund do ja hedhim vajin, gjithsej 200 ml vaj. Përzim. Besoj se mjaftueshëm është. Janë përzi gjithë përbërësit. Dhe në fund do ja hedhim millin. Unë këto kam 1 kg e 200 gram mill,
por do e shohim duke ja hedhur gradualisht se sa do të na shkoj. Pra në fillim e hedhim vetëm një pjesë të miellit. Ja shtojmë një pluhur për pjekje. Tash masën e punoj me lugë, derisa të na formohet një brumë pak më i trash, më pas do e punoj me dorë. Kështu përzi miellit. Shtojmë përsëri miell. Për këtë bakllavë na nevojitet një brumë si gurabijave, mesatarisht i butë, me thonë. Nuk guxon të jetë shumë i furtë, pasi që dhe petet nuk mund të hapër më pas do jenë më vështirë. Sa më i butë do jetë, aq më elastik. Dhe një brumë mesatarisht, jo dhe shumë i butë. Deri tash ja kemi hedhur 1 kg 200 gram, por si që shifët duhet e inde mirë. Tash masën duhet që ta punoj me dorë, me thënë brumin, ta formoj me dorë, duke i hedhur një. Shtoj miell. Do me thonë për formimin e këtij brumit, si që shifni, mu ka nevojitur 1 kg e 650 gram miell. Tash brumin do e kaloj në tavolinën e punës, mirë po një herë hedhim miell në tavolinë dhe më pas e kalojmë brumin që ta punoj mirë. Tash brumin do e punojmë për 5 minuta kështu me duar, derisa të japim një formë të rrumbullakët dhe të lëmuar. Pra kjo është një recetë shumë e vjetër, si që kanë përgatitur të kalurën me fi. Vetëm të kalurën nuk i kanë hedhur pluhur për pjekje, kurse ju mund të mos i hedhni, ti hedhni si të doni, për mua më pëlqen që ti hedh pluhur për pjekje, pasi që fryhet më mirë. Pasi e kemi punu 5 minuta brumin, atëherë marrim dhe e kthejmë në enë. Mirë po në enë në fillim hedhim pak miell dhe vendosim brumin. Ena në të cilën ndodhet brumi e mbuloj me një folë najloni dhe e lajmë kështu brumin që ndroj 30 minuta në ambient ngrohtë brume, pastaj më lehtë është kur të bëjmë hapjen, bëhet brumi më elastik. Tash brumi ka pushuar mjaftueshëm. E largojmë nga ena, hedhim pak miell në tavolinën e punës. Dhe brumin e ndajmë në 60 pjesë të barabarta. Shtu e bëjmë në fund të gjatë, më lehtë dhe ndajmë.
Pra kuleç nuk duhen t'jenë shumë të mëdha, të vogla, sepse sa më të vogla qaq më të holla do dalin petat. Pasi e kam do brumin në 60 pjesë, atëherë në tavolinën e punës hedhi miell dhe filloj që t'ju jap sicilës pjesë brumit formë të rrumbullakët dhe të lëmuar. Pra si që thash, nuk formohen shumë kuleç të mëdha, ja kështu, si që shihni, sepse më e mirë do dale baklava, sa më të vogla, do t'jenë kuleçt, aq më të mira do dalin petat. Do dalin më të holla. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë i japim gjithë pjesëve të brumit formë të rrumbullakët. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë i japim gjithë pjesëve të brumit formë. Pra formojmë kuleç, duke hedhur në tavolinën e punës vazhdimisht miell, sepse në këtë mënyrë më lehtë i jepet forma. Pasi ju kemi dhënë formë gjithë kuleçve, atëherë marrim një tepsi të lyer me vaj dhe i vendosim kështu kuleçt që të pushojnë për 30 minuta përsëri, sepse më bëhen më elastike, më lehtë bëhet hapja. Pra këtu kemi 60 kuleç. Pasi i kam rendit të gjithë kuleçet në tepsi, atëherë tepsinë në të cilën ndodhen kuleçt e mbuloj me një folë najloni dhe e lëm kështu në ambient ngrohtë dhume që të qëndrojnë për 30 minuta që më lehtë më pas të hapen. Për hapjen e petave na nevojitet një sheste dhe grizë. Këtu unë kam 1 kilogram një sheste dhe 200 gram grizë. Do i përzi bashk, por nuk do të thotë se dhe juve do ju shkoj 1 kilogram një sheste, varësisht se sa shkon, asnjëherë nuk matet një shesta, mund të shkoj më shumë ose më pak. Varet se si i hapni petët, sa hedhni nëpër petë, për mua zakonisht për këto masa që i kam hedhur të millit, vezëve, të qumshtit, kosit, më duhet 1 kilogram dhe 200 gram grizë, apo simolina si njihet. Tash e përzi mirë që grizat përhapet në përtër masën e një shestës. Mund t'i hapni vetëm edhe me një sheste, në shumicën e rasteve i hapim vetëm me një sheste, mirë po griza i bën shumë të mira. Dhe me këtë masë bëjmë hapjen e petave. Tash kuleçet kanë pushuar mjaftueshëm, atëherë filloj me hapjen e tyre. Hapjen kështu do e bëjmë nga 2 kuleç, të cilët do i rrokollisim. Hapja e tyre shkon paralel. Gjatë hapjes hedhim një sheste dhe grizën e përgatitur që e përgatitëm më parë, vazhdimisht. Filloj me hapjen. Në fillim do i hapim në masi rreth 20 cm dhe më pas do fillojmë që t'i hapim të dyjat bashkë, kështu. Nga një do i hapim nga 20 cm. Edhe pak duket. Kjo është mjaftueshëm. Hapim tjetrën. Tash hedhim më shumë një sheste, vendosim petën njërën mbi tjetrën, përsëri një sheste dhe filloj me hapjen.
Këto duhet që t'i hapim në masit e tepsisë, si që thash dhe më parë, tepsia është numër 55. Hedhim në sheste. Dhe filloj me hapje. Dhe tash shish si largohet. Kështu ndohen njëra nga tjetra duke e sjellë brumin. Hedhim në sheste. Nga pak tash. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë bëjmë hapjen deri sa të arrim masinë e dëshiruar. Ja, nuk ngjiten njëra me tjetrën. Tash ka një sheste. Pra sillet brumi, mundohemi në mënyrë rrethore t'i hapim. Besoj se çdo kush ka përgatit bakllavë e ka të njohshme këtë mënyrë të hapjes. Kjo është një mënyrë pak më e vështirë, po kjo është mënyra tradicionale e përgatitjes së baklavës. Ka dhe mënyra tjera, mirë po kjo është has baklavë tradicionale shqiptare. Tash kanë fillu që të hapen petat, do i hedhim më pak një sheste, nuk guxojmë që t'i hedhim shumë, sepse më pas do ngurcohen petat, do bëhen si gips. Kështu në mënyrë të njëjtë, si që thash dhe më parë, duke i sellur brumat, apo petat si që themi, bëjmë hapjen e masisë dëshiruar, pothuajse gati janë. Edhe pak na nevojitet. Hedhim dhe te peta tjetër pak një sheste. Tash nga qoshet e petave më shumë përqendrohemu në hapje, sepse brumi është më i trashën nga ato anë. Pra këto të kalurën kështu kanë përgatit baklavë, me hi, me qumsht, kurse sot ka receta tjera moderne, po kjo është baklava origjinale. Po thuaj se arritëm vetëm edhe pak në masinë e dëshiruar. Edhe një herë t'i hapi. Besoj se mjaftueshëm. Pra mund ta shihni edhe vetë se sa e hollë është një pet. Shumë e hollë. Pra kështu bëhen më të mira. Tash i barazojmë të dy petat, që kur t'i vendosim në tepsi, përhapen dyat në sipërfaqen e gjithë tepsijës. Tash marrim tepsin me numër 55
Nuk ka nevojë që tepsien ta li me gjallë apo me vaj, vetëm kështu direkt i vendosim petat. Si që shifni, petat janë dhe më të mëdha se masia e tepsins. E madhe se numër 55 ka ndalë petat, kështu është më mirë. Shumë letë. Shtypim qoshet. Pra vendosëm petat e para, 2 petat e para, tash do marrim dhe petat tjera. Para se të fillojmë që të hapim petat tjera, tavolina e punës vazhdimisht duhet që jetë e pastër, nuk duhet që t'i ngelen i sheste nga hapja e petave më para, sepse kjo një shestja që ka na hap petat e më para, kur të bëjmë hapjen e petave të reja, ato jo i ngurcon, nuk mund t'i hapim. Pra këta duhet ta hedhim këtë një sheste. Tash filloj me hapjen e petave të dyta, do me thënë petës 3 dhe 4. Dhe këto i hapim në mënyrë të njëjtë, si 2 petat e para. Tash hapim kulaçin tjetër. Me thënë mënyra është e njëjtë. Kështu në mënyrë të njëjtë i hapim gjithë kulaçt, do me thënë 60 kulaç, vetëm se në mes kur të rrimi te petat e 30-ta i hedhim arra. Mund t'ja hedhim dhe 2 rende arra, varësisht se si e doni. Por unë për demonstroj tash me 1 rend arra, do me thënë në petat e 30-ta i hedh një arra. Si që shifni, mënyra është e njëjtë e hapjes. Bëjmë bashkë 2 petat dhe fillojmë t'i hapim, duke i rrokullisur njëra nga tjetra që mos ngjiten, do me thënë paralel i hapim 2 petat. Ambienti i dhomës, harrova që t'ju them, nuk duhet që të jetë i ftoftë ose tepër i nxehtë, sepse më pas do keni problem me hapjen. Qofse është ftoftë, nuk do hapen petat. Qofse është shumë nxehtë, ato do ngjiten njëra me tjetrën. I rrokullisim. Në mënyrë të njëjtë vazhdoj me hapjen, sikur se petat e para, dhe këto i hapim në masi më të madhe se 55.
Tash dhe petat e dyta kemi hapur në masinë e dëshiruar, atëherë i bashkojmë njëna me tjetrën. Tash dhe petat e dyta i vendosim në tepsi. Pra si që shifni, dhe këto janë në masi më të madhe se tepsia. Gjithë petat duhet jenë më të mëdha se tepsia, do me thonë, sepse kur të bëjmë prerjen, kjo pjesa e trash, pak me trash që ka ngel nga skajët e petave, bëjmë jufka, do me thënë, nuk i vendoset në baklav, vendosen vetëm petat e holla. Tash filloj me petat e treta, mirë po në fillim e pastroj këtu tavolinën e punës dhe në mënyrë të njëjtë vazhdoj me hapjen e të gjithë petave. Tash vendosim dhe petat e 30-ta, si që thamë dhe në fillim, tek petat e 30-ta hedhim arra. Tu kam arra, arrat nuk i kam a, doja hellni si pas dëshirës. Pra arrat i përhapin në për të gjithë si përfaqen e petave, në mënyrë të barabartë. Dhe kështu skajeve të peta, pak i kthejmë me dorë, që të vendosen gjithë petat në tepsi. Si që thash, sasia e arrave si pas dëshirës, arrat i kam bluar. Pasi kam përhapur arrat në për të gjithë si përfaqen e petës, atëherë filloj përsëri me hapjen e kuleçve dhe mbi arrat përsëri vendosi dhe 30 peta tjera. Tash hapim dhe petat e fundit, pra në të njëjtën mënyrë se si hapëm dhe petat tjera, i hapim dhe këto. Njëherë hapim njërën në masi rreth 20 cm, pastaj tjetrën. Tash tjetrën do e hapim masi rreth 20 cm. Hedhi më shumë në shestet e njëra petë, vendosi petën tjetër dhe filloj me hapje. Dhe hapja shkon njëtë si kurse peta tjera, duke rrokollis brumin, që mos ngjiten petat njëra me tjetrën, duke ju hedhë një sheste, kështu në mënyrë të njëjtë. Vendosim dhe petat e fundit, do me thënë petat e 60-ta. Dhe pasi kemi vendos gjithë petat, atëherë bëjmë prerjen e baklavës, por në fillim prejmë skajët, kështu e prejmë një pjesë në fillim, dhe në mënyrë pjertë ja largojmë skajët e petave, gjithë petave. Pra si që shifni, kështu thika duhet jetë pjertë, sepse në këtë mënyrë më pas, kur t'ja hedhni gjalpin më lehtë do ja keni për me ja hedhë gjalpin.
Pasi kemi largu gjithë skajet e petave të baklavës, atëherë këto qoshe që cilat kanë ngel, i morim i hedhim në një qërshaf të pastër dhe i thajmë dhe i përdorim për jufka. Pasi kemi largu gjithë skajet e petave të baklavës, atëherë morim baklavën dhe ndajmë në fillim në 2 pjesë të barabarta. Ju mund të përdorni edhe matës në qoftë se doni. Pasi e ndajmë 2 pjesë të barabarta, atëherë se cilën pjesë e ndajmë përsëri në 2 pjesë. Do me thënë tash baklavën e ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Pra kemi fitu 4 pjesë, ku se cilën pjesë, do me thënë tash e ndajmë përsëri në 2 pjesë, fitojmë 8 pjesë të barabarta. Kjo është mënyra më praktike prerjes së baklavës, ka dhe forma tjera, mirë po kur servohet kjo, gjithë pjesët e baklavës janë të njëjta. Tash se cilën pjesë e marrim dhe e prejmë, kështu në këtë mënyrë bjertas, në 3 pjesë të barabarta, nga njëra anë në 3 pjesë. Në 3 prejmë dhe kjo pjesa e fundit që ngelet, 4 është nga njëra anë dhe filloj nga ana tjetër përsëri e prejmë në 3 pjesë. Pra 3 nga njëra anë, 3 nga tjetra anë dhe fitohen këto pjesë të baklavës. Nëse se doni ju mund t'i prejni edhe më të vogla në 4 pjesë, 4 nga njëra anë dhe 4 nga ana tjetër. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë prejmë dhe pjesë tjera të baklavës. Prejmë dhe pjesën e dytë në mënyrë të njëjtë. Pra këta kemi më lehtë se bazohemi te prerja e pjesës së parë. Dhe nga ana tjetër. Tash bëjmë prerjen e të gjithë pjesëve tjera në mënyrë të njëjtë. Tash bënëm dhe prerjen e baklavës, ka dalë një baklavë në formë tillë, një formë shumë e bukur, dhe tash do ja hedhim gjalpin e shkrirë i cili është i ftohur tash. Tash marrim gjalpin e shkrirë dhe ja hedhim baklavës. Do me thënë se cila pjesë e sipërfaqes duhet tjetë me gjalp, nuk guxon t'i ngelim pjesë pa gjalp, sepse gjatë pjekjes pastaj do gjegët baklava. Kështu e mini një lugë të madhe dhe ja hedh një gjalpin. Është shumë lehtë. Në fillim i hedh një qoshëve të psis, më pas ja hedh një mesit, sepse nga qoshi shkon gjalpi direkt në mes. Kurse këtë gjalpin e ngelur në fund, do me thënë hira e gjalpit tash, nuk ja hedhim,
për arsye se gjatë pjekjes baklavës i formohen disa njolla zeza dhe ja prish bukurinë baklavës. Pra këtë hirën nuk ja hedhim. Dhe si që shifni, ka dalë një baklavë tepër e bukur. Tash baklavën e fusim në tupan. Tupanin gjatë hedhjes së gjalpit e kam nxjerrë në 200 gradë dhe mbylli tupanin dhe uli temperaturën në 100 gradë. Gjatë pjekjes, kur baklavat merr këtë ngjyrë, atëherë e largojmë nga zjarri dhe ja vendosim kështu një tepsinë sa masia e tepsinës që ndodhet baklava dhe e kthejmë në furrë përsëri temperaturë dikun 80 gradë, duke kontrolluar vazhdimisht baklavën sa është pjekur dhe e sjellim non-stop në çdo anë. Tash baklavën e kemi largu nga furra dhe ja largojmë tepsinën, të cilën ja kemi vendosur sipër. Dhe kontrollojmë kështu, largojmë një pjesë dhe nëse është pjekur mirë, këto pjesët e mesme nuk janë të buta, do me thënë janë të thata, atëherë baklava është e pjekur plotësisht. E lajmë që të ftohet dhe më pas ja hedhim shërbetin. Pasi baklava është ftohur, atëherë bëjmë përgatitjen e shërbetit. Për tepsinë me numër 55 të baklavës na nevojitën 2 kg e 400 gram sheqer. I hedhim në tenxhere. Dhe 1 litër e 200 ml ujë. Pra ky shërbet është i mjaftueshëm për atë tepsinë. Këto masa janë përshtatshme, do me thënë sheqerit dhe ujit për tepsinë me numër 55. I hedhim dhe 1 vanilë sheqeri. Ky shërbet shumë është i mirë dhe është praktik kur do dikush që të përgatit baklavë të shkrift në këto masa, kurse në qoftë se doni që del baklava pak më e butë, mos e përgatitni këtë lloj shërbetit. Dhe 3 copë limon dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare, e përzim shërbetin vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë. Tash dhe shërbeti është gati pothuajse të vlojë. Tash shërbeti ka filluar që të vlojë, atëherë ulim temperaturën mes minimalës dhe të mesmës dhe lajmë që shtu shërbeti të zihet për 15 minuta. Tash pas 15 minuta, shërbeti besoj se është zirë mjaftueshëm, por në qoftë se ju doni me kuptu se është zirë mjaftueshëm, atëherë marrim pak shërbet dhe hedhim në thua. Në qoftë se shërbeti kështu rrin në thua, atëherë është i zirë tamam. Tash e fikim zjarrin dhe largojmë nga zjarri. Pasi e kemi largu shërbetin nga zjarri, atëherë i hedhim 50 ml ujë të ftoftë. Ja hedhim ujin për arsye që mos të kristalizohet më pastaj kur t'ja hedhim baklavës. E përzim. Dhe tash shërbetin e kalojmë në një enë pak më të përshtatshme për m'ja hedh baklavës. Në lehtë do e keni. Tash baklava është e ftoftë, siç e thash edhe më parë, dhe ja hedhim shërbetin. Shërbeti është vaj i nxehtë. Besoj se është mjaftueshëm shërbet, nuk ka nevojë për më shumë. Në këtë mënyrë ja hedhim gjithë shërbetin baklavës. Ka dalë baklava shumë e mirë dhe shërbeti është shumë i mirë.
Pasi ja hedhin gjithë shërbetin, baklavës, atëherë e mbuloj me një tepsi tjetër, kështu, dhe e lojmë të qëndrojnë, më mirë është që ta lojmë që të qëndrojnë për 24 orë ta marrë shërbetin dhe më pas është gati për servim. Pasi që ka pushu 24 orë, dhe ju më demonstroj dhe si duket në brendësi, ja pra, ka dalë një baklavë shumë e mirë e shkrift. Shpresoj se keni ngelur të kënaqur nga kjo recetë e vjetër tradicionale baklavës. Miru takoshmi në recetën e radhës.